Të më parë, presidenti e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u përplasën gjatë samitit të fundit në Durrës. Lidhur me këtë çështje, aktivistja e njohur nga Sanxhaku Amina Nurai, përmes një prononcimi për Bota Sot, ka reaguar me fjalë të forta në mbështetje të Osmanit dhe kritika të ashpra ndaj Vučićit. Presidenti i Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, nuk është vetëm krenaria e kombit shqiptar, por edhe krenaria dhe ideali çdo gruaje të arsimuar shqiptare. Një luanesh. Kjo nuk është hera e parë që ajo sulmon Vučićin, kjo është hera e 1000, pikërisht kështu duhet të veprojë zemra shqiptare, të mos lejojë maskëm të na poshtërojë, të na shkel, të na ndalojë lirinë e fjalës, gjuhës, kulturës dhe kombit. Çdo intervistë të saj, çdo fjalë të saj e shoqëroi me respektin dhe dashurinë time personale dhe të madhe për një grua shqiptare, një luanesh. Gjithashtu mendoj se zonja Vjosa është nga presidentet më të mira që ka pasur ndonjëherë Republika e Kosovës, ka thënë ajo. Më tej, Nurai ka kritikuar ashpër Vučićin, duke kujtuar edhe deklaratat e tij që nxjerrin në pa urrëtitjen dhe përçarjen. Dhe sa i përket Aleksandar Vučićit, gjithçka pritet prej tij, sepse ky është njeriu që deklaroi dhe deklaratat e të cilit do të mbahen mend për gjithë jetën, e cila shkruan për një serb 1000 musliman, një njeri që jo vetëm që urren popullin shqiptar, por urren edhe popullin e tij serb. Ai është një njeri cinik, pa fytyrë, pa karakter, një njeri që nuk është i mirë për popullin shqiptar, bosnjak apo serb, është shprehur ajo. Në fund, Nurai ka bërë thirrje për ndryshim politik pasi që Vučić promovon luftën. Serbia ka nevojë për një njeri të ndershëm, një politikan që do t'u jap shpresë, respekt dhe liri popullit shqiptar, serb dhe bosnjak, sepse që kur erdhi në pushtet ai është i vetmi politikan që në fakt po promovon luftën. Një shkrim i gazetës Bujku i botuar më 15 mars në vitet 90 tregon se 44 familje sheolli nga Podujeva dhe rrethinat ishin distancuar publikisht nga Mali Sheolli dhe i biri i tij Fatmiri, të cilët akuzoheshin për bashkëpunim me pushtetin serb të asaj kohe. Kjo copës gazete ribotohet sot më 9 tetor 2025 pasi mëngjesin e kësaj të njëjte Fatmir Sheolli u arrestua nga policia e Kosovës dhe agjencia e inteligjencës në ndyshimet për spionazh për llogari të shtetit serb. Ndërkohë në tekstin e botuar në gazetë shkruaj: nga se distancimi ynë nga Mali Sheolli dhe i biri i tij Fatmiri bërë në vitin 1990, i botuar në revistën fetare Dituria Islame, është më pak i njohur për publikun. E shohim të nevojshme ta njoftojmë opinionin shqipfolës kudo në botë se familja e gjerë Sheolli, 44 krye familjar, gjithmonë distancohen nga veprimet e këtyre të dyve, Maliqit dhe Fatmirit. Më tej në shkrim theksoi se sipas deklaratës Maliqi dhe Fatmiri janë vënë në shërbim të pushtuesit serb dhe kështu kanë bërë aktin më të ligë njerëzor, tradhtin kombëtare. Pavarësisht nga veprimet e tyre renegat, lëvizja jonë gjithpopullore do të realizojë çlirimin kombëtar. E renegatëve kurs mund të hiqet një ollaj tradhtisë, thuaj në fund të letrës e cila ishte dërguar redaksisë Bujku. Nënshkruas të kësaj deklarate ishin 10 anëtar të familjes Sheolli nga Podujeva, përfshirë emrat si Sahid, Bajram, Brahim, Hamid Selman, Rahman Ismail, Fehmi, Rifat Ramush, Faik, Gani Agim e të tjerë. Ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, ka njoftuar se është arrestuar Fatmir Sheolli, i dyshuar për spionazh. Zveçla ka shkruar se pret trajtim institucional me seriozitet të lartë të këtij rasti, i cili sipas tij përbën një nga aktet më të rënda ndaj sigurisë dhe rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me AKI-n dhe prokurorinë ka arrestuar sot Fatmir Sheollin me dyshimet e bazuara për përfshirje në spionazh. Individ si ky, që kanë pasur hapësirë mediatike të pakufizuar në vendin tonë, ka bashkëpunuar me akterë që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën tonë dhe progresin e saj. Mbesim të përkushtuar të mbrojmë vendin tonë nga të gjitha qarqet që nuk hezitojnë ta rrezikojnë atë për çfarëdo përfitimi të tyre. Koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Kushdo që punon për Serbinë e kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromise, pa ndalshëm. Republika duhet mbrojtur me përgjegjësinë më të lartë institucionale dhe morale, ka shkruar ai. Në një komunikat për mediat, Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se Sheolli është arrestuar pas hetimeve disa mujore.
me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës, të njëjtën hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Policinë e Kosovës kanë arrestuar shtetasin me iniciale FSH në ndyshime për veprime penale, spionazh, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Sheholli ka qenë i ftuar her pas here në televizionet e Kosovës në rolin e analistit politik. Ai është drejtues i Institutit për Afrimin e Marrëdhënieve Ndëretnike në Kosovë, ishte ftuar për dëshmi edhe nga gjykata speciale. Në paraqitje të publike ai ka pohuar se ka punuar në shërbimin e sigurimit të Serbisë UDB dhe pas luftës ka qenë i angazhuar në shërbimin informativ të Kosovës SHIK.